Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë akuzën e kryeministrit Kristian Mickoski që tha se ata po tentojnë që ta polarizojnë çështjen me korridorin 8. Bajram Rexhepi nga PD-ju shpreh se deklaratat e tyre janë bazuar në deklaratën e vet Mickoskit dhe zyrtarëve të lartë që kanë folur për këtë temë. Jo, nuk është e vërtet. Kjo është si pasojë e deklaratave të zyrtarëve të lartë dhe vetë kryeministrit, i cili deklaroi se lidhja me Shqipërinë do jetë shumë problematike, pasi që nuk mund të gjendet zgjidhje konform standardeve të UNESCO-s që të lidhet me qafthanën. Në ndërkohë që të gjithë e dimë se ka zgjidhje shumë konkrete, zgjidhje shumë të lehta që mund për shumë shkurt kohë të rregullohet kjo problematikë. Ai shpreh se Serbia ka interes vital që të mos ndërtohet korridori 8 dhe përkundrazi ato insistojnë me shumë interesim që të ndërtohet pjesa e korridorit 10, hekurudha e shpejtë që e lidh Beogradin me Selanikun, ndërsa për deklaratën e Mickoskit që thotë se qeveria në Shqipëri nuk do ta ndërtojë korridorin deri në Qaftan, por 20 deri 25 kilometra larg saj, Rexhepi tha se mendon se projekti është që autostrada të lidhet deri në Durrës.